A e mendoni vetëm 2009 prapë konkuroni me Berishën? Si e mendoni të ardhmen tuaj, them? Duke qenë që mund të konkuroni prapë me Berishën. Me që po i sevikoje Berishën deri tani për hir të debatit, jo se mund ta kesh bindje. Unë e mendoj mirë që nuk ndryshon Shqipëria në qoftë se këto, që prandaj thash nuk janë dele. Këta njerëz nuk ndryshojnë. Unë nuk ndryshoj, ti nuk ndryshon. Por nuk ndryshon qasjen e, nuk ndryshon Shqipëria. Pra por nuk ndryshon elementet, nuk ndryshon shumatorja, por nuk ndryshoj avazi, nuk ndryshon përfundimin në fund. Ne do ngelemi peng tani, pse më kush na e ka bërë ne që ky nuk gjithë ushtar të këtij dhe ushtar të këtij. Ata që shkojnë për interesa, ata duhen lënë vetëm. I ke provuar herë dy herë, si mund vit tjetër për shembull, e më thot mua, ma jep votën se më duhet, ma se ka dhe pasion, se i bën punë gocës apo çunit, se i duhet bile dikush ta, i duhet për CV deputet. Kuptoti? Po. Të kërkoj ty? Po më kam të tjerë, se unë s'vin dot për ti tani. Ata kanë kërkuar njëri votën? Mu? Po. Se mua më kanë kërkuar me këtu lajm atje. Jo, për krajë më kanë kërkuar, duke menduar që mund të ofroj më shumë vota. Unë jam treguar kujdesshëm. Nuk e kemi shtetur. Jo, fare. Okej. Si parashikon 4 vitet e ardhshme të Partisë Socialiste me Edi Ramën tani? Mandati 4. 16 vjet do jetë mandati më i vështirë tyre. Në cilin aspekt? Në gjithë aspektet. Unë parashikoj që do ketë krizën në PD. Parashikoj në mos ik Berisha, se ai mendon që do mbaj peng, se ai ka planet e tij. Tha mbrëmje nuk ikën. Po ai inshallah ikën nga mend. Po që unë Por ai nuk ikën fare, nuk ikën e tha. Pujti ashtu se po do të çeni fjalë tani këtu apo e pranon ti ta them. Se sikën ai. Se çfarë është kjo më që sikën? Le të ikin tjerë, po ta lënë aty. Ta lëmë aty të ikin tjerë. Jo, sa ta sikin. Sikin. Po janë 50 deputet. Le të shkojnë të fundosen me të. A janë 50. Do rin 50 deputet, edhe kanë në nenin ka mundësi 34 kush është i kushtetues, që nuk kanë detyrime të tjera përveç asaj që nga kon kushtetuta. Do jenë deputet të popullit apo do jenë qjallar, dhe qjallar, dhe qjaja, dhe deputet nuk ka. Nuk i ke iden çfarë i bën kongresmeni ose senatori në Amerikë, kujdo, që nga presidenti deri poshtë. Kur e merr atje atë sekretarin e shtetit, nuk e di çfarë. Është Amerika? Amerikë, pse po ku aspirojmë ne? Çfarë kemi ne atje? Atje të gjitha llojet e ngjyrave dhe komsive, pse shqiptarët atje janë dinjitoze këtu s'jekan? Kështu që kemi dhe shqiptar, prandaj them ajo diaspora. Po këtu ka dalë Fanoli pa aftë, zoti Karata. Fanoli do ka dalë pa aftë. Me diplomë Harvardit do li pa aftë. A është kështu? Çfarë diplome kishte në Harvard, se po është për muzikë. Doktoraturë. Studimet e tij janë të jashtëzakonshme. Për histori. Jo, po se tani futa Harvardit. Unë mendoj që Fanoli ka vlerë radh parë si një atë shpirtërore. Për një njeri kur i niset kësaj pune, këto punë nuk janë biznese, janë misione. Dhe pashim të gjithë të kemi Fanole. Janë misione. Por mbase në ato kohë. Thash për këtu, thash për kur ishe kryeminist, vetëm për këtë. Jo për atë, se ajo autoqefalia është kryevepra e Fanolit, po e kryevepra edhe e historisë shqiptare. Janë misione dhe ai është kaq i thellë. Po. Sa kur flet pa ato 5 anarshit e tij, që jemi këtu. Po ishe në parlament aty, ishe deputet i Vatrës. Po mirë. O Roland, ato 5 anarshit, besoj po të lexosh në parlament tyre, unë dhe shoh sa krenar do të jetë dhe Rama dhe Berisha. Se aty tregon lakuriq prap të dyja partitë. Pra ne nuk kemi ato kanë vlerë edhe sot. Ne nuk kemi dëshuar. Po t'jap një fakt që të tjerët nuk mund mos e dinë. Kam lexuar 500 ca faqe, një doktoratur dikujt që edhe emrin s'e mbaj mend, po më ka bërë përshtypje, lidhje me pronat. Një gjë Roland se nuk mes biseda po s'pash në sy. Sa po doli një lajm, të kërkoj ndjesë, tani më mirë kupto këtë, sepse unë kam dhe komunikime dhe nga regjia. Dashamir Shehi ka dhënë dorëheqjen nga LZK-ja mbi përgjegjësinë e humbjes, tha nëse duhet. Shumë mirë. Cili është komendi juaj? Akt qytetar dhe i shkon Dashit. Dashi mbetet gjithmonë. Pra kontriboi dhe me dorëheqjen e tij. Sa bukur e the. Po. Romeo Karaj tha, Dashamir Shehu kontriboi edhe me dorëheqjen e tij. Pra u bë një lloj modeli, një standard. Një standard. Po, precedent. Ne pa to vujmë. Tani kush do t'jap dorëheqjen? Unë mendoj do t'japin gjithë me radhë. Me radhë. Pa ma bëjnë çiklistën. Një ishte Dashi. 2. Po Berishën. 3. Lapaj. Lapaj pse? Mori një deputet. Ja, ka thonë tjetër, ja. 4. Që pse bën lëvizje për vete? Po. Edhe unë të jap dhe argumentimin, s'bën parti. Po, s'bën parti. Hyn për demokraci me forma
klanore. Okej, pastaj do të diskutojmë. Pra, Shej, Berisha, Lapaj, gjithë që kanë unë. Jo tjetër, katër. Gjithë që janë opozitë. Më thuaj. Po i thamë ata tjetër ka thonë Dorëheqin, ai s'është më bile shtregu shumë qytetar ky Alibej. Alibej dha Dorëheqin. Po dhe Endri dështuar është. Shabani do të jetë Dorëheqin? Gjithë. Ata për mua janë dështuar. Gret Alibej do të jetë Dorëheqin? Jo, ai ka thonë Dorëheqin. Ai thaq, ai ka thonë Dorëheqin. Po. Të gjithë këta që janë në krye, se këta janë krye, këta duhet të... Po qori jo? Arlin? Po mi nuk i përshpun kujtë, le tjetë ku dojeme. Këtu e... Pra, Dashamir Sheva, Berisha, Lapaj, Shabani, Alibej... Shiko, unë këto lloj interviste bëj me Sulde Mollarin për ditë që pi kafe, edhe që shohim shumë për zemër. Po mimi unë kam idhulli im i futbollit dhe di që stërvitin e tij në vitet 80 aty te aneksi. Aty duket sikur po bëjnë tani ekipin rezervat e këto. Tani mi pra tani ti je analist tani, ti je një publik normal. Analiza ime është kjo. Unë të besova aty. Më the do fitojmë. Nuk më the do bëhem unë deputet. Edhe unë të dhash votën për shembull. Ke shumë drejt. Dhe më the edhe unë të pyes si qytetar më i përgjegjshëm, i ke bërë sondazhe, tani po t'jap një diferencë. Rama, ku me pushtetin, se ka mendjen qeverisë në funksion 4 vjet në funksion të zgjedhjeve që vijnë. Dhe fakti që i doli 2 herë i ran kokë, pra nuk e lexuam ne votën siç e lexoi ai, tregoi që ai mund të jetë surreal. Mund të jetë një njeri delirant për mua dhe është, dhe nuk e njeh shumë realitete, nuk i njeh, nuk i percepton. I rrethuar nga lejkatar e nga intrigant që kanë nga pasë anash e mbrapa gjithandej. E nga interesagji të çdo lloj fytyre që ka ky planet. Por ai realitetin e votës ai i njeh. 2 herë në Kuç, kjo ajo atje. Memorandumi. Ajo do ngelin histori në mënyrë si ai e lexoi votën. I doli në parë, doli në të dyja nuk është më rëndësi. Njëherë nuk i ka dalë. Jo, ai ka dalë. Edhe në parë. Një sekond, ta them me fakt. A të kujtohet para 6 apo 7 muajve kur tha PD-ja do marri sa mori 97 dhe 97 mori 27 deputet. Kështu ka thënë. Ti mendon që atë po t'jap një tjetër, mendon që PD-ja në 97 mori 27 deputet? Aq mori. Jo, unë jam realist, kam marrë më tepër. Si u numëron votat fare. Mi pra, po, se për gjithë ata që se din në 97, do thënë, ishte luftë. Nuk i numëron votat dhe duke qenë që ndodhi kjo, u hap dhe ishte që mund të rikthejë mbreti dhe ata e morën qafë për pak në vranë shkretin, por që edhe referendumi për mbretin, u mendoj ka fituar mbreti në 97. Edhe ansam? Edhe ansam, besoj ti dikte. Atëre, e sheh që nuk është saktë ajo e 97-s. Ansa ka dhënë që fitoi dhe pastaj u kthy lajmi. Tani bën diçka tjetër. A ju afrua, a është kjo një 97 e dytë për Berishën në lidhje me votat? Po. Për PD-n? Po e thatë ju, se pyetët i bëj unë këtu. Po mirë. Ju pyetët vetë përgjigjet. Po mirë. A është kjo apo s'është? Tani, mbetemi sërish te Rama, thatë Rama ta ketë shumë vështirë. Më fal zotni Jetus, që mora kompetencën tuaj. Tani unë për këtë punë jam këtu tani, unë kam 30 vjet gazetar. Po mirë, pranoj gasmimin tani. Ti bën pyetjen, unë bëj gasmimin. Jo, derisa të gasmoj do të gasmoj. Shumë mirë, shumë mirë. Okej, tani ngelemi te Rama. Ju thanë që do ketë një mandat vështirë, po më analizo si të vështirë, çfarë? Ja, vështirë. Pse? Që po t'jap mi e lidh me spakun apo me vetë qeverisjen? Me të gjitha. Po t'jap me gjë kryesore është që njerëzit janë lodh, po dhe po edukohen. Qoftë njeriu edukohet edhe me dështimet e tij, Pra njerëzit po edukohen, thonë do të marrin pjesë. Për shembull, ky votimi tani që u rrit nga diaspora tregoi që njerëzit domethënë nuk mund të rinë më pasiv me tragjedinë e tyre. Të rinë pasiv se mendojnë që pushteti është punë e tyre, ç'na duhet ne. Jo. Ajo puna, ai pushteti, ajo punë e tyre ka pasojë tek ne. Me jetën tonë direkte. Dhe ata nuk janë aty për punët e tyre, ata janë aty për ne, për fajsues tanë. Dhe njerëzit, prandaj them, duhet një iluminim i njerëzve. Këta janë përfaqësues, ne i zgjedhim. Ore jemi një ndërmarrje aksionere që kemi zgjedhur përfaqësuesit tan atje. Dhe ne këta i adhurojmë si zotër. Kjo është çmenduria më e madhe. Pra këta nuk e kuptojnë që janë përfaqësuesit tan. Vinë na lusin me nderën, bëjnë atë të përshtirin, domethënë, aty para nesh për të marrë votën dhe pastaj na kthejnë kurrizin edhe na mohojnë çdo drejt.
Tani ke parti tani tjeshti pronari një ndërmarrje, ke vënë një administrator apo 5 administrator apo 140 sa në parlament, dhe ti pasaj si pronari i ndërmarrjes, që jemi ne si popull pronari i kësaj Shqipërie, ne i lusim ata për të drejtat tona. I bëjmë lutje, aman or administrator më jep të drejtën time. Kush ta vendos dhe ta mbyll se kam shumë të rëndësishme dhe këto të drejtat tona, dhe kur na i japin, ne japin si bamirësi që buron, o nga Rama, o nga Berisha, o nga këta tjerë që janë këtu. Zoti Kara, kush do ta vendos të vështirësi mandatin e 4 Zoti Rama me 83 vota? Opozita që ka 50 vota apo drejtësia, SPAK-u e tjerë? Pikërisht kjo opozitë që për mua ra, dhe do bjerë shpejt. Opozita e rënë, s'ka çfarë bie. Kjo më që PD. Do hapi rrugën e krijimit të një fryme tjetër, të një qasje tjetër. Kush do bëj këtë? Po do ta bëj baba imi shkret që ka ndruar jetë 2016. Tani ne do ta bëjmë, kush do bëj? Po ti si më PD? Po ç'm do PD-ja mua, se s'ka PD-ja ngrihet nga struktura Zoti Kara. Po ç'm do PD-ja mua, unë s'kam një ide të PD. Opozita. Ajo është lokomotiva e opozitës. Po e thot ti. Ja, tani ky është fakt, nuk është fakti im. Opozita, lokomotiv ka Partinë Demokratike. A ka një ligj që duhet të jetë opozitë të jetën PD-ja? Jo, më ka shumicë në parlament, ka 50 opozita në parlament, nuk bën. Vazhdoni, mundeni Ramën për dërë. E mundi dot. Jo. Qatë ti po flet për llogarit Ramës apo për Berishës tani? Ju jeni duke thënë që do riformatohet një opozitë e re? Unë them frymat e re, po patjetër. Kush do jetë? Nuk e di. Unë këto se parashikoj, se unë nuk jam me... Jo, këtë duam parashikosh. Tu këm ngullur. Unë besoj që do kemi opozitë të re. Po do jenë forcat të reja, këto forcat e partive të vogla, apo lëvizje tjetër intelektuale, sociale? Forcat të reja, gjë, edhe këta që flasin për nga jashtë, të huajt ne na ndihmojnë, na suportojnë, por nuk na zëvendësojnë. Tjetë bindje. Unë kam qenë jashtë edhe kam folë gjatë. Ne këta përcjellin realitetin e tyre, ne përcjellim atë realitet që mendojmë ne që është realitet. Pra, këto imazhe 3D me arritje me suksese, ne përcjellim atë që mendojmë që është. Dhe shumë shpejt, mbasi e vërteta të thuhet si duhet, dhe këtu për flas si jurist, çfarë është gjykimi? Një konstatim i zbulimit vërtetës nëpërmjet një procesi të drejtë. Dhe kur del e vërteta, pastaj gjykimi del vetë në mënyrë vetvëtishme si produkt i vërtetës. Ne duhet të nxjerrim vërtetat tona dhe ne kemi nevojë për shumë reforma dhe sidomos për reformën drejtësi. Dhe besoj që këtë reforma drejtësi, unë nuk e di se kush ministër, ish ministër, kryeministër dhe ish kryeministër, president që do shpëtoj pa dhënë hesap për ato që ka bërë gabim ose për ato që s'ka bërë. Këtë më thuaj pak më shkojë, se kjo nuk mund të kaloj kështu. Se kjo është shumë e rëndësishme. Mi le pa kalu se do kaloj më. Jo. Tani sipas jush që drejtësia pra SPAK-u nuk do lër asnjë nga ish ministrat apo kryeministrat që vetëm SPAK-u. Reforma drejtësie në kupton për mua të gjitha institucionet e drejtësisë. Vetim të administratës siç kemi arritur në të pikë, po dhe gjithë politikës. Dhe po të kishim pasur një vetim. Cilët janë politikanë që rrezikojnë të arrestohen atë, po të bëjnë pyetje të drejtë për drejtë? Po i kemë gjithë i ke. Për mua tani vetëm në një ministër i ri që s'ka pas kohë të vjedhi edhe ka hyrë fushat, domethënë s'kishte kohë të vjedhë. Gjithë tjerët i ke kandidat për burg. Po jo gjithë, se ju duhet të keni indicie për këtë. Po kam përgjithësi unë. Jo indicie, domethënë duhet të keni informacione. Unë shoh se si bëhen punët poshtë. Për shembull, cilët ministrat e qeverisë Ramës thonë apo ishin? Gjithë, dhe të Ramës dhe të Berishës, se po e bëni Ramës sikur po themi ministrat e perëndisë ra. Po ministrat timën. Jo, unë bëj pyetje këtu. Ti sot në paradrejtësisë ke më shumë ministrat e ti. Po, kjo është vërtet. Dhe unë i kam thonë personalisht, po qeverisë me një këmbë. Ku i kam thonë media, çfarë do të them, do merrem me këtë. Ka 3 këmbë qeverisja. Ka menaxhim, ka risk analysis, ka compliance, janë problemet etiko-ligjore. Dhe tani ke qeverisur me një këmbë, vetëm menaxhim. Po do mbash përgjegjësi, se kur vjen puna përgjegjësinë për personin juridik kush e mban? E mban kryetari. Tani keni qenë shumë kritik me zotin Meta për arsye që ju keni dhënë publikisht dhe unë s'dua të kalojmë përsëritje. Por ai doli rreth 8000 vota dhe doli i treti, duke qenë edhe në burg. Si e komentoni rezultatin e Ilir Metës? Po që
me ardhë dita me marrë të keq të përmetën se kisha menu në herë. Si të ka ardhur keq? Pa. Pse? Pa gjinat me lanë aty. Po mirë, 8.000 vota Brandenburg, më shumë se 34 kandidatë të tjerë të Partisë Demokratike, nuk është pak, a? Unë i kam thonë një herë, shkatrove shtëpinë për Jaranin. Po dalë tani ke Monika që tha, Tedi Blushi tha, bëri 3 shtëpia tha dhe nuk u përgjigjej. Po këtu i tha Monika. Shkatroj shtëpinë për Jaranin. Kështu që kur ta lerdhe Tedi, mendoj do t'i bjerë rëndë shumë. Pse do ta lerdhe Tedi? Po pa besoj se pa. Po pse do ta lerdhe Tedi? Nuk ka arsye. Po të kishin pasi çik seder të dy, Tedi me gjitha tjetën do kishin dhënë dorëheqjen. Po jo, nuk e ka lejuar Meta, sa ata nuk e ka bërë deklaratë. Ja, ata nuk janë aty, pastaj do të vrasin veten për komandantin, ti s'na lejon, por ne për të mirën tonë do ta bëjmë pa pyetje. Jo, ai u ka dhënë një lloj ultimatumi sepse ka bërë deklaratë zoti Meta. Unë nuk futem në parlament me dorëheqje. Fal, dorëheqja është vendim që ta kërkojnë tjerë apo bën vetë, si term. Por në këtë rast duhet një lloj mirëkuptimi. Një lloj pazari. Jo pazari, mirëkuptim. Sepse ata janë të gatshëm për ta dhënë. Me atë që di unë, mund të jem gabim, nuk e di tani. Se di, a janë të gatshëm.